Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil khalqil mursalin Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahun dhul jalal gjithnjë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje të mirëfillt gjithmonë kërkojmë. I qofshmi falë atij për çdo dhunti, mirësi e begati që na i ka dhuru. E të tillat janë të shumta, saqë asnjëri nga ne nuk kemi mundësi për me i numëru. Po me theks të veçantë, në këtë ditë bekume të Ramazanit, e falenderojmë Allahun Gjalla Shanuhu wa Gjalla Gjalaluhu që e ka mbjell, që e ka instalu imanin e pastërt për të në zemrat e tona. Iman që jep shije jetës tonë, punës tonë, veprimtarisë tonë, dynjas tonë, e jemi të bindur se kam për t'i dhonë edhe ahiretit tonë. Përshëndetjet selamet qofshin për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, mësuesi njerëzis, ambasador i rruzullit toksor, doktor i zemrave tona, shefatxhi i parë dhe i fundit, nesër kur do të dalëm para madhnisë Zotit, që nuk do të ketë dobi prej mallit as e vladit, do të jetë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, ai i cili do të ndërmjetësoj për të gjithë ata dhe ato cilët kanë besu, kanë shqiptu dhe kanë konkretizu në vepra La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. I nderuar imam, shumë dashur xhamatli, vëllezër dhe ju motra, jam i nderuar sot që jam para jush. Spari për t'i shiju këtë ditë, këtë orë, këtë minuta të muajit bekum të Ramazanit. Për t'a pa dhe për t'a njoft njëri tjetrin më shumë. Për t'u njoftu me hallet e njëri tjetrit më shumë. Për t'a shiqu njëri tjetrin në sy dhe për t'i thonë, ti je vlla i imi dhe unë jam vlla i yti. Për t'i thënë që na bashkojnë shumë gjëra e na ndojnë shumë pak. E t'i lajmë anash ato që na ndojnë, e të rrokmi secili me njëri tjetrin për t'i ndihmu dhe për t'a përkra aty ku ne pajtohemi dhe aty ku ka nevojë shoqëria jonë në përgjithësi. Të dashurit e mi, unë vi prej një komunës të vogël të Kosovës. Mirë po që i ka dhonë këtij vendit shumë, 97 dëshmorë. Vi prej një komunës shumë të vogël të Kosovës që quhet Kaçanik, mirë po e cila është për plot intelektual, cilët jo vetëm që i kanë shërby dhe po i shërbejnë vendit, mirë po edhe po i shërbejnë e i kanë shërby globit. Po vi prej një komunës të vogël, e cila nuk është nga komunat e pasura, mirë po është plot bujari, plot dashuri, plot respekt, plot tolerancë, plot vullnet, plot vizion për të ardhmen. Vi nga një komunë e vogël, mirë po zemrën e ka shumë të madhe. Dhe jo vetëm Kosovës, po edhe ma gjëri ka dhonë dhe vazhdon do të thot t'i jep. E fal atyre nanave tona, atyre babalarve tonë që ndjenjen për fe, edhe për atë dhe kur njëherë nuk e kanë lanë në mëdyshje, po gjithmonë e kanë instalu në zemrat dhe në kokat e tona.
Të dashurit e mi, vi për një komunës të vogël që zonën e kanë pak nalt. Punë se dia na bojnë, mirë po për ka zonë jemi ko gjët nalt, jemi. E jemi ardhë këtu për ta ofru vetës edhe juve fjallën e Rabbul Aleminit, fjallën e Muhammed Mustafas, fjallën e dietarëve të ndritur, fjallën e njerëzve me kontribut të këtij vendit ton, që kemi nevojë me ja rikujtu njëri tjetrit. Dashurit e mi, në luftën e Vietnamit, para shtëpisë së bardhë, del duke protestu një person me qiri në dorë. Dhe gazetarët ju afrohen dhe i thujnë, po ti apo mendon se kemi ndryshu diçka? Njabre? Tha, unë nuk protestoj për të ndryshu diçka. Unë protestoj për mos me ndryshu une. Dhe gjitha angazhimet, fjalimet, gjitha organizimet bëhen me vetmin qëllim për ta vetëdisu individin dhe shoqërien që na mos me ndryshu, na mos me u tjetërsu, mirë po na me mbetën ata që të gjithë i kanë të kthyera kamerat nga na, për ka kultura, për ka edukata, për ka qytetrimi, për ka aspekti ekonomik, intelektual, shkencor, mbi të gjitha nga një njerëzillak që më së shumti ju duhet shoqërisë sot. Dashurit e mi, ne të gjithë besimtarët, për umetin, po edhe për jo muslimanët, jemi goma shpëtuse. Jemi goma shpëtuse për mbar njerëzimin, se ky dini Allahut Dhul Gjelal ofron zgjidhje për çdo kënd, në çdo pozitë gjeografike, për çdo identitet dhe për çdo besim. Dashurit e mi, trupi është shtëpia e një banusit hynor. Ky trupi hyni është banus, shtëpi, për një mysafir që është hynor. Por ja që njeriu shpesh kujdeset më shumë për shtëpin se sa për mysafirin. E vjen Ramazani dhe na thot, o ju besimtar, kujdesuni për këtë shpirtërorën, pastroni shpirtërorën, ngritni në nivele në piedestale shumë të larta shpirtërorën, sepse shpirtërorja i jep shije çdo gjëje të jashtme. Ne kujdesmi se na u kanë ngrisën perdët, është bo një grith në shtëpin tonë, na u ka zhyt një tepi apo një ngjajshme, dhe ngritemi i madh dhe i vogël për ta riparua dhe për ta rregullu, e që e kemi për obligim me rregulluen. Mirë po sa jemi duke e rregullu këtë mbrendshmën tonë, këtë pjesën hynore që e kemi në vetvetën tonë, shpirtin tonë. E vjen ky Ramazan me i dhon shije shpirtërorës tonë. Agjerimi na mëson se thelbi nuk është të jesh i mirë se një njeri tjetër. Thelbi nuk është të të bëjsh gara me tjetrin. Mirë po thelbi është që ti të jesh më i mirë me vetvetën tonë sot se sa që ishe dje. Thelbi është që nën këtë Ramazan me u maru, me u rregullu, me u formu dhe me u bo më të mirë se sa që ishmi para se me hynë në Ramazan. Për Zotin e lom, dietarët jo musliman dhe shoqëritë e ngritura intelektuale jo muslimane, kur takohen me njerëz kompetent të islamit, të përgatitur, dhe të cilët e shpërndojnë këtë
islam në formën më të mirë, ashtu qysh Zoti Dhul Gjelal ka thonë në Kuranin famadh, ata befasohen dhe thojnë, po ju qenë kenit njerëzit më të mirë të rruzullit toksor, po shoqëria jonë pas ka nevojë more për juve, mirë po nga friga e dynjos, ju kokshi njerëzit më të varfër, e pas keni lanë shpirtërorën dhe e pas keni lanë intelektualen, ju pas ki rrog vetëm frigës, qysh me mbjetu se po tutna, po vdes. Edhe pse në Kur'an e pas ki, o fi sama i rizkukum, o me tu'adun, atë rizkun e keni në qiell, me sasi dhe me cilësi, mas u bëni me rak, vetëm se ngritni edhe punani, i madhi Allah Gjeleshanu e Gjelaluhu ka me u asjellën. Dashurit e mi, ka arë ky Ramazan, se ky jo është shumë shpejt, po e s'ka burë. Mos i ke bona i sen. Ka ardhë ky Ramazan, dashurit e mi, më na thonë neve, musliman, në këtë nënqiell dhe në këtë vendin ton, ka pas hoxhallar shumë me famë, shumë me emën, shumë kredibil, hoxhallar cilët ja kanë kthy pushkën armikut, hoxhallar cilët janë burgos, e janë vra, e janë internu, e janë largu prej këtij vendit, mirë po kur nuk e kanë nxjerrë në treg identitetin, besimin, njerëzillakun, familjarizmin. Vjen ky Ramazan neve më na thonë, o musliman, sa jeni ju përkushtu jo intelektualës, mësimit, leximit, studimit. Vjen Ramazani dhe Ramazani e ka marrë famën me zbritjen e Kuranit. Po mos kishe zbrit Kurani, nuk kishte me pas këtë famë Ramazani. E fjala e parë që ka zbrit, lexo, mëso dhe studio. Dashurit e mi, sa na jemi duke e shfrytzuar këtë. Wallahi më vjen në kujtes tash një hoxh nga fshati Poroj i Tetovës, i cili me 17 shkurt 1995, kur është formu Universiteti i Tetovës, ai në ditën e Xuma, Molla Elmazi, ju ka dalë xhamatit dhe i ka thonë, xhamati dashën, sot nuk obligohemi me faljen e Xumas, sot obligohemi me mbrojt universitetin, me mbrojtën profesorët dhe me mbrojt studentët. Wallahi, kjo është Xumaja më e madhe. E na në hijen e lapsit edukohemi dhe i edukojmë gjeneratat. Me çka jemi duke u identifiku na si fetar. Në një takim para disa ditëve, e kur u përfundoi takimi dhe erkoa me marrë fotografi, njëri aty tha, ju lutëm ndalun, mos fotografoni njëherë. Arsyeja, tha, derisa ta nxjerrë lapsin edhe ta qes këtu përpara. Arsyeja, tha, se kush ta shef këtë fotografi, let ta din dhe let identifikohem se jam pjesë e lapsit, librit, leximit, mësimit, studimit, jam intelektual. Me çka na muslimant jemi duke u identifiku? Kemi nevojë shumë këtë Ramazan me mendu, thellë me mendu, me çka jemi duke u identifiku. Dashurit e mi, na sjellin debate nga më të ndryshme, shtresa jo e formume intelektualisht. Është debati me ta, është i kotë. Edhe amoni e këshilloj vetën dhe juve. Me njerëz ignorant, mos debatani. Unë kur ta filloj hutbën e Xumas, kam dëshirë me fillu, shpesh harroj, kam qef me fillu me fjalën e Hazreti Omerit, i cili ka thonë, gjithmonë kur kam pas punë me njerëz të mençur, gjithmonë kam fitu. E gjithmonë kur kam pas punë me njerëz jo të nivelit,
me thonë ma but, gjithmonë kam humbur. Arsyeja se këta të dytët nuk e njohin gjuhën e komunikimit, gjuhën e argumentit. Këta nuk e njohin, gjithmonë kam humbur me ta. E dashurit e mi, ky dietari e sjell shembullin thot, me debatu me ignorantët, me të paditurit, është si kur shembulli që një personit i vjen mushkoja në faqe, mickoja, çdo. Edhe ky thot e godet. Edhe e mbyti, edhe nuk e mbyti, e ka godit vetën. Gjithmonë, kur debatojsh me ignorantët, gjithmonë e ke godit vetën. Kështu që sa ma pak biseda dhe debate do thot me ta. Dashurit të mi, ne mendojmë gjithherë se Zoti ati qofsh mi fal, na shiqon nga lartë. Zoti na shiqon nga mbrenda. Ramazani ka ardhur na e rregullu të mbrendshmën tonë. Lufta nuk është me tjertë, lufta është me vetveten tonë. Në Ramazan, shejtant janë të lidhtë. Kush po na shtin hoxhofeni neve me bon keq. Për këta dhe si fetar ka pak jemi hipnotizuar disa çështje. Pse e bën këta? Shejtani më shtini. Pse thot shejtani më shtini? Pse shejtani? Gjithmonë fajit shejtanit. Në Ramazan, është i lidh taj. Kush ato të shtinjen? Egoja jote, pa formimi yt, niveli joj duhur i imi dhe yti. Kështu që edhe jashtë Ramazanit, mos jaleni fort fajet shejtanit. Mirë, po kemi problem edhe në brenda edhe jashtë Ramazanit me vetën tonë. Me vetën tonë kemi nevojë. Kam pas njëri nga profesorët atje ku kam studiu. Është një njeri shumë kredibil, i njoftër globalisht. Gjasim Mutawa, ai njëherë kur erdh, ishte duke spjegue 5.000 edukator ishin duke janë dëgjuan fjalët e tina, ja shiqeshin gjuhën, ka folke. E ai kthej gishtin nga ne dhe na tha, ju këshilloj juve evropianve me 3 këshilla. E para, tha këtë robë që po ja fshov vesh. Ne ishmi studenta, mi u përshtat ati vendit, ishmi me ato fustanat e tyre. Tha, atë ditë kur ta merr një rrugën me u kthy në vendet e juaja, kontinierin e parë që do të takoni te aeroporti, me hjeket rrobë, me hodha ty, me u kthy me rrobat e juaja, me kulturën e juaj, me besimin e juaj, me traditën e juaj, me javë zbrit këto njohuri që i keni përfitu këto, e ndoshta i keni pas mangësi atje. Ua, gjiganta është kjo, dashurit e mi. Na nuk kemi nevojë për asnjë kulturë, as për Gjermanijës, as për të Amerikës, as për të Francës, as për të Indonezijës, as për të Arabijës, as për të Bosnjës, as për asnjë kulturë. Na e kena kulturën më të mirën e cila nuk bjen ndesh askund me parimet e shëndosha islame. E para, e dyta, tha në durët e juaja kush keni orë heqne. Edhe na veprum. Tha në durët e juaja me vendos busolla. Busolla është mjet orientimi. Tha përmes fjalimeve, organizimeve, tubimeve, aktiviteteve që do t'i bëni atje me shiqu. Ka e keni për qëllim me qu këtë popull? Ku do një me qu këtë popull? Kja me qmashtë. Dhe e treta, tha çdo njeri nga ju gishtin treguz dorës djaft vendosja këtij që e ki në krahun e majt. Dhe gjithë veprum kështu, tha po e sheni, te kë jetë e po 1 met. A vetës ja ke kthy 4. Mirnu me vetën, mos u mirni me të tjerët. Është mesazh Ramazani me u marrën me vetën, jo do thot me të tjerët. Dashurit e mi,
Sot muslimani nuk e ka braktis besimin. Të muslimanët është prezent besimi dhe nuk ka nevoj ku me ditë se sa shumë me ju folën për besim. Ka nevoj me ju folë me javë aktivizu besimin. Të njerëzit e masa është besimi. Mos më konë besimtar nësë shkojnë abi vorosën. E shumicën për tyje nuk e kemi këtu në gjami. Janë besimtar, po nuk e kanë të aktivizun besimin. E detyrë parsore e jona sidomos, është masës me ua aktivizu besimin, sepse vërtet kanë nevoj shumë për këtë aktivizim. Të dashurit e mi, një gjë jam i bindur plotësisht, thot njani prej ulemave, se ummeti ynë është shumë i varfër për një edukim të mirëfillt islam, më shumë se sa nevoja e dhjetrave fetfa që mund të na tregojnë a me nejt në kam, a me nejt ula, me livrita, apo mos me livrita, apo çka me bëhen. Më shumë, me të vërtetë edukimi është një art shumë i vështirë. Mirë po këtë e kanë vetëm ata që Zoti u ka dhënë atë mundësi që këtë art të vështirë me zbrit në praktikë. Njëri nga ulemat e islamit, Jusuf al-Karadavi, Allahu e mëshiroft, në vizitën e tij thot kur e kam pas në Afganistan, kum shku me mojt ligjerat, së më kanë lanë hesh me full, gojën së më kanë lanë me qelë. Këpo do e thirin hoxën, tani japin fetfa hoxës. Heshta së më kanë lanë me full. Ta më ndasha me marë fjallën, i mshela, tha librat e mija, dhe u kry, në fond ju thash, a ban vesh një fjalime o a thonë, urna. Tha, jo, artin e vdekjes për Zot, ju po e dishi shumë mirë. Kejt me muskuj. Artin e vdekjes për Zot, ju po e dishi shumë mirë. A artin e të jetuarit për Zot, ju hiç nuk po e dishi. E keni vrejt që edhe një pjesë e juna, me vdek për Zot, ashtë se vape, o dashurit e mi, ma se vapash me jetu për Zot, se sa me vdek për Zot. Ma vështirë është me jetu për Zot, se sa veç moment me vdek për Zot. Me jetu për Zot është procedurë. Që në vazhdimsi na duhemi me jetu me Zotin. Jo veç në xhami, namazja e di kur fillan a dashurit e mi. Namazi fillan kur të themi Assalamu alaikum wa rahmetullah. Në mejdan, apo reflekton namazi jonë, apo reflekton dituria jonë. Në mejdan, atëherë fillan namazi jonë. Këto, krejti plëcim kushtet për kurban. Mashallah, alhamdulillah. Kojmë ka pake. Atje. Apo të kërkon dikush për një zgjidhje me i bo. Apo ta pëlqen punën tone, profesionin tanë, korrektsin tone, terminin tanë. Apo të merë dikush për mjeshtër, apo ta merë produktin tanë që ti po e prodhon, apo ta bjen dikush makinën me e regullu dhe thot të ti, apo kërkon dikush me u shoqëru me tyje, me u miqësuën dhe thot me tyje, me lidh një kontrat biznesit me tyje, jo Allah kërkush, ktheju namazit se vallahi namazin nuk e ki në regull. Ktheju namazit se namazin dhe thot nuk e ki në regull. Për këtë dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, të jetuarit për Zot është procedur, e të vdekurit për Zot është moment. Allahu i dën procedurat, jo vetëm momentet. Jo vetëm momentet. Mirë po i lumi Allah Gjaleshanu e Gjalaluhu i dën do thot procedurat. Dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, Ibn Qayyim el-Jauzi thot,
Sado që të arri mangësia jote në adhurim, na nuk jemi të përkrym. Mos neglizho në një sjellje të bukur. Ndoshta mund të jetë çelësi yt i hyrjes në xhenetet më të larta. Shpesh ndoshta nuk ja japmi hakun namazit. Qatë so dim, po ndoshta nuk e kemi baku me ditë so mirë. E Allahu na I din mjetin tonë. Mos I anashkalo sjelljet e mira, pritjen e mirë, buzëqeshjen e mirë, fjallën e urtë, shëruse që ja jep do të thot dikujna, një penges nga rruga, një zgjidhje, një problemit tjetrit, një vllau tanë do thot me ja bo, mos I anashkalo se kjo ndoshta bëhet shkaktar me fitu xhenetin e Allahut xhalla shanu e xhalla xhelalu. Dhe thot, a mendon se të devotshmit janë pa gjunohe? Jo, mërë dhe devotshmit janë me gjunohe, por ato vetëm janë tregu pak ma të msheft, ma të kujdesshëm, dhe shpesh nuk I kanë tregu do thot gjunohet e veta. E për këtë, thot, kur më pyti dikush se si je me iman, tha I kam thonë, gjunohet e mia shpesh ma ngrisin, ma bojnë me vija, imanin tim. Mirë, po me njëherë e përmirësoj me istikfar, Zotit Dhul Gjelal. E përmirësoj. E çka ndodh me istikfar? Ja, Rab, thot Zotit Dhul Gjelal në Koran, wa qultu astaghfiru rabbakum innehu kana ghaffara. Kërkoni falje Zotit, se Zoti është shumë falës. Në moment kur të falë Zoti, çka ndodh axhi? Yursil alejkumus samaa midrara. Ka më cilë bereqet për I qiellit. Wa yumdidkum bi amwal. Ka më të ashtu pasunien. Wa banin. Ka më të dhone vlat. Wa yaj'al lakum jannat. O bre, ka më të abo këtë dynja o jannat, bre. Wa yaj'al lakum anhara. Ka më të adhon këtë gjennet mirësit kësaj bote dhe gjennetin e botës tjetër. Për mes shkafit, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Largoni ato mitet, më t'i pa dikush të spit në dorë të thonë astaghfirullah, astaghfirullah. Hoxha Feni, sa gjunoh t'i ka kë, asa rejka e porojës të tovës, nuk jalon këtina. Jo, bartashët, ledhi njerëzit, çka dole të thojnë? Lidhu me Zotin Dhul Gjelal, me istikfar, lidhu me Allahun Dhul Gjelal dhe me Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, duke I dërgu salavat. Do të thot, dashurit e mi, kemi nevoj mi fol trurit. Thot ky Ibn Qayimi një dit, kanë ardhur do djem edhe më pyesin me një pyetje. O që veni shumë interesante. Thot më thojnë, kanë dalë do djem të ri, po shkojnë në xhami doth. Zbothën, pa këpuca, pa qeropa. E arsyeja, thot po thojnë jemi të ngjall një sunet Muhamedit alayhi salatu wassalam, se shpesh her aj sallallahu aleyhi wasallam me shokët e tina kishte shku zbathën në xhami. Thot një fetfa pe kërkojnë. Jo, thot s'kam fetfane për ta. O hoxh, far hoxh, Ibn Qayyim el-Jauzi, alim, thot nuk kam fetfa. Thot po çka t'ju tham unë atyve? Thot thuju po thot hoxha, si kur t'kishi menduan me kokë, unë e kam se që kam ju tregu, amo ju po mendojshi me kam, po mendojshi, unë nuk kam përgjigje për juve. E Allahu na rujt nga ata që përgjigjet I kanë prej kamve, e nuk I kanë do thot prej kokës. E Allahu Dhul Gjelal pist të shpalljes
e ka bo kokën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Muslimanët sot lokalisht dhe globalisht gjithë shka kemi shti në funksion, vetëm mendjen, racion, ende do thot nuk e kemi shtinjen në funksion. Për këtë dashurit e mi, kujdes shumë se nga kush po e merrni fejen. Ka thonë joni prej ulemave, mos e merrni prej fejen fort, prej dhelpnave. A thot pse? Thot se ata thujnë vjedhja pulave është halal. E duhemi me ditë, me marë fetfa prej njerëzve që e kanë zej karrigën për 25 vite që she keni hoxhën. Duhemi me ditë se nga kush do thot me marë fetfa. Jo nga disa njerëz që e kanë mësu një thonje, ndoshta e kanë kuptuan, ndoshta nuk e kanë kuptuan. Për këtë dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, ashtu siç lanë disa herë, ashtu qysh lanë te dhe une, disa herë fytyrën, e dukmi bukur, e rregullohemi para familjes tonë, para shoqërisë tonë, ka Ramazani më na thonë, mas pari pastrane zemrën e juj. Mas pari shpirtin e juj pastrane, e në moment që e pastrani shpirtin, ju veç e keni dhonën më të madhen për fejen, për adhëjen, për familjen dhe për njerëzien. Dashurit e mi, po du me përfundu se du me i qëndruen në fjalë hoxhës, me diq që shoqëria sot po shkatërrohet nga një trekant që interesant. Thot njëri nga dietarët, kur doni me ja shkatërru qytetarin, ardhmërin dhe të kalumën një popullit, mirënu me 3 gjëra. E para, intelektualet pasivizoni, shkëmni, hishni pi rrymës. Apo e sheni dashurit e mi në këtë vendin tonë, si kina arë në një gjendje. Gjithë kush flet, veç i meqmi nuk flet. Intelektualet janë duke pushu. Po thujnë, sa shkoha e jonë, sot. Wallahi gabim e kanë. Pasharizon e Zotit gabim e kanë. Vakti koha e të mençmërit ka qenë gjithherë, ka me u konë gjithherë. Amoni, aktivizohuni, o ju intelektual, sepse këtë popull do me marë lumi, do me marë nga njerëzit ignorant. Ta dini se bota nuk vun nga njerëzit e këqe, po nga të mirët të cilët heshtin. Sot me fol menqër, po ta lavë këtë trunin. E fol talava, vica me kalzuën, me bon që si sene, po qëto po bon virale, qëto po mësuën, qëto po pasuën, kështu. Amoni ju koft, shiqani, ndëgjani, pasani, njerëzit e ditur, njerëzit intelektual, nëse doni me pështu vetën, familjen, shoqërin dhe umetin për gjithësi. Edhe na si fetar, amoni na koft, sa ma shumë me i fuqizu shkollat e tona. Kur shkollat i kemi të forta, edhe që xhamia kemi të fort. Kur shkollën e kemi dopt, edhe që xhamia kemi dopt, se ata i kemi qëtu. E para. E dyta, shpirtërorja. Nuk ka të dhonë kontributin që duhet me dhonën. Une, si jemi të dhonë. Shpirtërorja është gomë shpëtuse. Shpirtërorja është kandili ndriqus. Shpirtërorja është shpresa kryesore e njerëzimit. Shpirtërorja është goma shpëtuse e njerëzimit. Boni shpirtërorja pushoj, së vepruari,
u shkatru ky popull, ky ummet. Dhe e treta, ekonomistat, biznismenat. Amani ju koft, ndihmon e intelektualën dhe ndihmon e shpirtërorën. Mos i jepni përparësi veç një interesit selektum personal, klanor. Mirë po ndihmoni këto dyja, se këto dyja e shpëtojnë njerëzin edhe vendit tonë. Sot, një i cilit ja ka dhonë Zoti Dhul Gjelal pasunien, po ti kërkosh diçka për një botim të një librit, për një diçka të shkollës, për një bursë një studentit apo një studentës, po ti asish, ja bësh, kurse e njënin anej kana, elhamdulillah nuk është ka jo, anej kana 25.000 euro dark ju ka qu këtyjet Big Brotherit. Këtyje që u lot qa inshallah kur nuk dalin, po dolin. Për këtë dashurit e mi, kujdes atë pasuni që javë ka qu Zoti, kujna po ja servani, se vallahi billahi tallahi e hopni dynjon edhe e hopni ahiretin. E hopni dynjon edhe e hopni ahiretin. Po ti thojmë, amoni bet koft, kemi be qëtë student, ndimohe, be hoq, hajtë se qështu. Kështu na i kush, kur shash në medrese, më kallëzën. Me një fjallë, mi thonë dikujna, ndimohe një student për mjekësi, apo për histori, apo për geografi, apo për t'i qka, na një në medrese. O dashurit e me, na kemi nevojë në këtë shoqëri, jo vetëm për hoxhallar, po kemi nevojë për mjek musliman, për ekonomist musliman, për arkitekt musliman, kemi nevojë, do të thotë, me ngjallë këtë vend. E ngjallët prej neve, dashurit e me. Allahu inshallah na përdor për hajër dhe për të mirë. Hoxhi dashur, të falenderoj përzemërsisht që sot ma ke mundësu me ardhë, mu taku me ju personalisht, mirë po edhe me këto vëllezër, me këta baballar, me këta njerëz që kanë dhonë kontribut, vazhdojnë të japin kontribut, kanë mbjell tek ne edukim, besim për këtë botë, për botën tjetër edhe për ardhmërinë tonë, vërtet unë undiva i privilegjum sot që isha në mesin e juj. Allahu inshallah na i pranon gjitha lutjet, agjërimin, sadakat dhe gjitha veprat e tona. Inshallah i madhi Allah Gjalla Shanuhu wa Gjalla Gjalaluhu na bën pikë reference për të tjerët. Inshallah Zoti na bën dorë zgjatur për të tjerët. Inshallah i madhi Allah Dhul Gjelal është i kënaqur me veprat e tona. Inshallah i madhi Allah na i fal gjitha gabimet e tona eventuale, se na jemi njerëz. Inshallah i madhi Allah Dhul Gjelal na përdor gjithmonë për hajër, për të mirën e vetës tonë, të familjes tonë, fejës tonë, të dhejot tonë dhe të shoqërisë në përgjithësi. U takofshmi gjithmonë për gëzime dhe për të mira. Ju ftoj ndonjëherë më na vizitua dhe neve atje. Vallahi Haxhi Ali po më duket atje pranohet pak më se më afër kiblës jemi. Kështu që Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zoti ju nderoft.